أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسفحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. Falemderojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na krijoi në formën më të bukur, na bëri për krijesave vigjilante, të cilat mendojnë dhe meditojnë rreth krijimit të Zotit. Paqja qoftë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte khatemun nebiyyin, pra vuli gjithë të dërguarve të Zotit, pra pejgamberi i fundit, dhe nuk do të ketë më pejgamber tjetër pas tij. Pra paqja qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasojnë këtë rrugë të drejtë, edhe juve të cilët jeni pasues të Kuranit dhe Sunetit. Besimtarë ndershëm, siç kemi filluar pra me komentimin e ajeteve kuranore, gjithsesi me komentimin e komplet Kuranit, kemi komentuar pra surën Fatiha, surën Bekare, surën pra po ashtu surën Ali Imran, dhe kemi arritur gjithsesi pra në surën An-Nisa, në ajetin e 24 me radhë, dhe sonte do të komentojmë pra ajetet 24, 25, 26 deri në ajetin e 33 të surës An-Nisa, në ciklin e ligjëratave tona komentim nga Kurani famulart. Pra ajetet të cilën e treguam, pra e ligjëruam këtu së bashku dhe edhe hapëm këtë ligjërat të sonte për kanalin tonë Multi Muslim Channel në YouTube, ku lutim Allahun xhaleshanuhu që të shpërndahet kudo ky kanal islam dhe të dëgjohen kudo këto komentime të Kuranit, sepse me të vërtetë më i miri, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, më i miri për ju është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson atë dhe të tjerë. Prandaj pra, si gjithmonë me ju, unë vllai ju imam i magjistër Arbër Berisha, do të jemi me komentim nga fjala e Zotit Teala nga Kurani famulart. Pra thot i madhërisht me Allah në surën An-Nisa, kaptina e grave pra e femrave, ku flet rreth shumë dispozitave ndryshme, fillon me pra ajetin 24 dhe thot i madhi Allah: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسفحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. Nuk u lejohet të martoheni edhe me gra të martuara që kanë burrat e nuk janë të lëshuara, përveç atyre që i keni futur në pushtetin tuaj robreshat e luftës. Ky është obligim mbi ju nga Allahu, u janë lejuar pos këtyre që u përmendëm. Të tjera që t'i merrni me pasurinë tuaj me nikah, pra duke pasur për qëllim bashkëshortësi e jo prostitucion, pra kurvëri, imoralitet, e për atë që përjetuat ju nga ato gratë me të cilat patët kuror, jepni shpërblimin e tyre të caktuar se është obligim, e nuk ka pengesë për ju pas përcaktimit pra të nikahut, në ato që ju pëlqeni me zvete. Allahu është i gjithdijshmi, i urti. Pra, sigurisht
Ndalesat e martesave nga gjaku janë 7, janë nanat, bijat, motrat, hallat, tezët, bijat e vllaut, bijat e motrës. Nga gjiri, pra, nëna e gjinit, e miqësia janë 6, nëna e gjirit, motra nga gjiri, nëna e bashkëshortëve, bija e bashkëshortëve me tjetër burr, gratë e djemve dhe bashkimi për një herë 2 motrave në një kunor, pra në një ka janë të ndalume. Pra, me sunet mutawatir, e që është edhe ixhma, është ndaluar edhe bashkimi në një nikah me hallën ose me tezën. Pra, janë të ndaluara. Kurani na shpjegon se martesa me robresha të zena në luftë është lejuar me kusht kur nuk ka mundësi materiale të martohet njeriu me femra, jo robresha dhe ka frikë se nuk mund të ruhet prej imoralitetit, e jo për t'i dëfruar, pra për të dëfryer epshin e tij. Gjithashtu është ndaluar rreptësisht martesa e përkohshme për një sasi mjetesh materiale, sepse martesa nuk ka për qëllim vetëm anën fizike e epshërore, por dhe anën njerëzore bashkëtorë të sinqertë, që do të jetë burimi një edukimi të shëndosh të brezit të ardhshëm. Sigurisht, pra, ky ajet kuranor na shpjegon dhe na tregon se aspekti i nikahut është obligim për çdo musliman të rritur, pra të pjekur, të aftë, pra mentalisht, psikikisht, pra, si dhe në aspektin financiar, sepse martesa ne e dim sipas hukmit islam, martesa për dikën është farz, është obligative, por për dikën është sunet, për dikën është e papëlqyeshme, dhe për dikën është të haram, Zoti na ruaj. Prandaj, në rast se një njeri e ka plotësuar, pra, në çfarë mënyre e ka aspektin material, po ashtu është më rritur, nuk mundet të duroj epshi i tij dhe i plotson kushtet për martesë, ai i ri e ka haram me ndaj të pa martu, pra duhet martohet. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, martohuni o ju të rinj, ja ma'ashara al-shabab, pra o ju të rinj, pra martohuni sa më shpejt që të është e mundur, se me të vërtet martesa ka bereqet madh dhe martesa është gjysma e dinit islam. Por pasi të martoheni, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, jepjani nikahun, pra mehrin, por pasi të bëni nikahun, është nikahu, pra jepet mehri, pastaj mehri është mehri i vogël, mehri i madh. Mehri i vogël është një shumë, pra një dhuratë e caktuar, pastaj mehri i madh, normal, mehri i madh është një pasuri ku sot disa dietar kanë thënë se është sigurimi i shtëpisë, sigurimi i veçmadhjes, ushqimit ndaj bashkëshortes dhe pra mirësitë të cilat me të vërtet duhet të bëhen të mundshme, se me të vërtet ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai njeri i cili punon me ndershmëri, pra dhe asiguron bashkëshortes së vet bukën, pra ushqimin, me të vërtet ka problem të madh tek Allahu, pra që jep bukën tek goja ka problem të madh nga ana Allahu xhaleshanuhu. Sigurisht, pra gjitha këto janë prej urtësive të madhit Zot, sepse këtu përmendet edhe rasti do thotë i robreshave të luftës. Atëherë në atë zaman, pra në atë kohë kur kanë qenë lufta të shumta, janë marrë robresha, pastaj janë martuar në mënyrë normale dhe sigurisht, pra është bën nikah me to, nuk është shku në mënyrën për me bë prostitucion, Zot na ruaj, po është bën domethënë martesa normal siç e kërkon Kurani dhe Suneti, siç e urdhnon dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, që nuk bën me të qëndru, pra me një vajzë apo me një djalë pa pas nikah. Pra siç sot ditë të sot me shumë të rinj dhe të reja që qëndrojnë me djem dhe vetmohen me njëri tjetrin, po flas për dyja palët, nuk guxojnë ata mu vetmu me njëri tjetrin, sidomos kur nuk kanë kurfar lidhje me njëri tjetrin, lidhje gjaku po flasim, sepse me të vërtet ekziston mundësia për të rënë në prostitucion. Prandaj xhumhuri dietarët kanë thënë se për mos më rënë prostitucion duhet ta parandalosh atë, mos t'i afrohesh prostitucionit, sepse me të vërtet edhe këmba bën zina,
ku shkon në një drejtim caktuar, dhe syri bën zina, dhe dora bën zina, dhe mendja ku shkon për prostitucion zatruna. Prandaj gjithmonë do të më kërku, çka do të më kërku? Do të më kërku rrugët legale, pra jo rrugët ilegale. Pastaj vazhdon ajeti 25 i surës An-Nisa, Bismillah, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أن ينقح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانقحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسفحات ولا متخذات أخدن فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Dhe kush nga pra dhe kush nuk ka për jush mundësi materiale të martohet me femra të lira, pra besimtare, le të martohet me ato besimtare tuja që i kini në pushtetin tuaj pra robresha. Allahu di më së miri për besimin tuaj, ju jeni nga njëri tjetrit të një origjine, pra martoheni me ato robresha e me lejen e zotërve të tyre dhe jepnu pra kurorën në mënyrë të drejtë pra halal, zgjidhni të ndershme jo imorale pra prostituta, të hapta apo të fshehta. E kur të jenë të martuar ato, nëse bëjnë ndonjë punë të turpshme, ndëshkimi kundër tyre është sa gjysma e atij të grave të lira, jo robëresha. Kjo martesë me robëresha është e lejuar për ata që i friksohen imoralitetit, por të jeni të durueshëm është më mirë për ju, Allahu është mirëdashës, mëshirëplot. Pra gjithmonë Allahu ka lënë derën çel robët me lehtësu çështjet, edhe atyre do të thotë që s'kan pas mundësi për martesë, më janë mundsu mu martu me vajza të ndershme, me besimtare, por që mos jeni morale, që i kanë pas në pushtet, është fjala që i kanë pas në pushtet, gjithmonë kuptohet kur kanë qenë luftrat e mëdha, janë pajtu palë, pastaj ka pas për shembull vajza të varfra, i kanë marrë, do me thonë, e ka marrë, është martu me ta, e ka marrë, e ka bërë grup normal, edhe me mjatimin e palëve, ai është kënaq, pse është kënaq, se ka gjetë bashkëshortin e jetës, pastaj është ndërtu njerëzimi, janë ndërtu fiset, janë ndërtu qytetet, janë ndërtu shtetet. E kështu pra është zhvillu ky njerëzim, elhamdulillah, dhe gjithmonë pra Allahu ka lënë derën çel mirë, po gjithmonë duke mos harruar pra rrugën e drejtë, siratal mustaqim, pra rrugën e drejtë, sepse edhe këtu kemi rrugën e drejtë, pra jo rrugë të drejtë, pra rruga e drejtë në këtë rast është martesa me kunor, pa marrë parasysh është robresh apo nuk është robresh e luftës. Pastaj pra thot ajeti kuranor i 26 me radhë thot yuridu Allahu li yubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allahu dëshiron t'ju sqarojë çështjet e t'ju drejtojë në rrugën e atyre që ishin para jush, pra është fjala për pejgambert e Zotit, dhe t'ju pranoj pendimin. Allahu e di më së miri gjendjen e robërve dhe është më i urti. Pra për emrave të Allahut është edhe Hakim, i urti. Dhe gjitha këto gjëra pra Hakimi, pra Allahu që është i urtë, tregon pra se ka lënë mundësi dhe alternativa për krijesat e tij dhe u ka çel derën atyre dhe u ka thënë ehlen wa sahlen, mirë se vini pra dhe shkoni në dakordsi me fjalët e mia, me atë çka unë u kam urdhëruar, sepse unë jam hakim, pra jam i urtë, dhe urtësia ime duhet të shikohet edhe në lëvizjet e juaja, pra ju duhet të veproni në bazë të urtësisë time dhe në bazë të asaj që unë ju kam urdhëruar, nëse doni me kanë pra krijesa të shpëtuara. Pra
i madhërishmi Allah i ka mësue njerëzit përmes Kuranit famlar që është fjalë e tij, është mrekulli pra dhe është platformë solucion dhe zgjidhje për mbar njerëzimin. Pra Kuranin mubin, Kuran i qartë i cili u shpjegon njerëzve dhe u hap njerëzve shumë alternativa dhe mundësi për t'u lehtësuar çështjet. Pra i drejton ata në rrugë dhe nuk i lën ata jashtë rruge dhe Allahu e di më së miri gjendjen e robërve të vet dhe kur robi është në një gjendje pa gjendje, Allahu ja zgjidh gjendjen, sidomos kur robi mbështetet Allahut, sepse thot Allahu në Kur'an: "Wa tawakkal 'ala Allahil mu'minun", dhe le të mbështeten Zotit besimtarët. Pastaj vazhdon ajeti 27 me radhë në surën Nisa, thot i madhreshmi Allah: "Wallahu yuridu an yatuba 'alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan 'adhima." Allahu dëshiron t'ju pranoj pendimin e ata që ndekin dëshirat e epsheve, dëshirojnë që t'ju shmangin në tërësi nga rruga e drejtë. Pra Allah i pranon pendimin edhe i don Allahu ata që pendohen, sepse thot Allahu prap në një jetë tjetër Kur'anor: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha", o ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Zoti me një pendim të sinqert. Pra Allahu pranon tauben, por thot i madhrishmi Allah nuk i don ata të cilët ndjekin dëshirat e epsheve të tyre. Pra ai i madhi Allah është i mëshirshëm, është Rahman dhe pranon pendimin, por nuk i don ata të cilët nën stop dhe pa ndal vazhdojnë pra këmbgulin në epshet e tyre dhe dëshirojnë që t'u shmangin të në tërësi nga rruga e drejtë. Pra duan komplet njerëzit t'i devijojnë, t'i nxjerrin jashtë rruga, duke pas parasysh se rruga e drejtë e shpëton njeriu dhe këto ajete nëse i fiksuat gjatë leximit pra kanë një kuptim shumë interesant, se fjala yuridu është dëshirë. Pra Allahu ka dëshirë me nxjerr juve prej situatave të palakmueshme. Mirë po janë një grup i caktuar pra naudhu billahi min hadha që dëshirojnë juve me çka me nxjerr jashtë sistemi. Wa yuridu alladhina, pra ata të cilët pastaj vjen pra pe yuridu, Allahu dëshiron t'ju sqarojë çështjet. Pastaj thot wa yuridu alladhina yattabi'una, dhe prap thot Allahu dëshiron t'ju pranoj pendimin, por ata që ndjekin dëshirat, në këtë sistem tresh pra, në këtë sistem tresh vërehet një strukturë interesante. Pra Allahu dëshiron, gjithmonë dëshiron të mirë për robin, ja don të mirën robit. Pra robit ja don të mirën sepse është krijesa, pra është krijesa e tij. Allahu ka krijuar dhe ja don të mirën krijesës vet. Dhe kjo krijesë e cila hutohet përsëri pendohet, Zoti fal. Pra inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu fal shumë. Kjo krijesë pra në këtë rast dështon disa prej tyre, flasim sepse disa prej tyre pendohen dhe kthehen rrugë drejt dhe nuk dështojnë, qëndrojnë përpalëkunshëm në rrugën e Zotit. Mirë po, prap tash ajeti 28 me radhë, shikoni se sa interesant, prap fillon pra me yuridullahu. Prap Allahu dëshiron. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allahu akbar. Pra këtu ka esencën, thelbin, ajkën ky problem. Allahu pra dëshiron t'ju lehtësojë dispozitat e megjithatë njeriu është i paaft për të përballuar epsheve. Khuliqal insanu dha'ifa. Pra njeriu është kriju i dobët. Pse i dobët? Sepse bjen në dobësinë e epshit. Por Allahu po dëshiron diçka shumë të mirë për të. Dhe po ja don të mirën robit vet, krijesës vet. Po prap njeriu është i paaft për të përballuar epshin.
Prap i Madhi Zot po thot, ju jeni të paaftë ndaj epsheve, por kthehuni tek unë, pendohuni, sepse unë kam lënë dispozita, kam lënë lehtësime në këtë udhë të drejtë. Dhe përmbahuni pra, dhe mos shkoni pas prostitucionit, pra zinas, pra sepse dihet se zinaja është shumë e keqe, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, mu'mini ose besimtari ose muslimani që bën prostitucion, nëse në momentin që është duke bërë prostitucion, marrëdhënie të jashtëligjshme, jashtëmartësore, pra, nëse është në atë moment i vjen vdekja, ka mundësi me shku pa dinë iman, pra se ngrihet imani i tij në atë moment që është të bë atë haram, pra prostitucion. Zotëruna, gjendje shumë e vështirë ajo. Pastaj epshi, o shkatruar robi i dhën pas epsheve që e bëri Zot epshin e tij, Allahu na ruajt, pra vetëm u kënaq, vetëm u robru paras, mi robrue prostitucionit, zinas, imoralitetit, me ju zbukuru pra gjanat e ndalueshme dhe me ju shëmtu gjanat e lejueshme. Pra kjo ka një kuptim, një mesazh, pra ka një mano ky problem, dhe gjithmonë këto probleme ku studiohen, analizohen dhe nuk janë këto gjëra dilemat të njeriut modern, por janë zgjidhje dhe solucion për njeriu modern shekullit 21, e shohin se gjithë kjo perandori e formuar nga duart e disa njerëzve epsha ndjellës, pra që ndjellin epsh tek masa dhe doin ta shkatrojnë masën përmes botës virtuale apo përmes botës reklamave që reklamohet, për shembull, më shumë reklamohet alkooli apo femrat lakuriç apo prostitucioni, gjëra të ndryshme, më shumë këto reklamohen se sa ndonjë punë hallalit apo ndonjë mbjedhje të një toke apo ndonjë zbulim shkencor apo ku ta diun. Pra domethënë këto me të vërtetë janë gjëra shpesh herë irracionale për një njeri që ka intelekt dhe kupton çka është epshi, pra verbimi dhe vibrimi, hipnotizimi pas epshit, por edhe dallimi i moralit nga imoraliteti, pra nga moralja nga imoralja, apo nga imoralshmi e imoralshmi, si thot Allahu në Kur'an, laviri për laviren, imoralshmi për të moralshmin, i drejti për të drejtin. E kështu pra me radhë. Dhe gjitha këto pra janë mirësitë madhe të Zot, të cilat ne ka sqaruar Allahu në Kur'an. Pra Allahu gjithmonë yuridu, pra Allahu dhe don i madhe Allah të mirën për ne, dhe të na lehtësojni, mos na vështirësoj, pra Allahu don lehtësim dhe jo vështirësim për ne. Pastaj vazhdon ajeti 29 në surën Nisa, thot i madhrishmi në Kur'anin e tij i madhi Allah, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarudin minkum wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. O ju që besuat, mos e hani mallin e njëri tjetrit në mënyrë të palejuar përpas tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri mes vete, dhe mos mbytni veten tuaj duke mbytur njëri tjetrin, vërtet Allahu është i mëshirueshëm për ju. Pra, ju drejtohet besimtarve, e sidomos po flasim tash për besimtarët e kohëve të sotme, edhe atyre që janë duke na dëgjuar dhe që do të na dëgjojnë më pas, ju drejtohet gjithë mu'minave, besimtarëve muslimanë, thotë ja ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum, mos e hani pra mallin e njëri tjetrit në mënyrë të palejuar. Mal është në arabisht, pra shqip është mall ose pasuri. Pra amwalakum, mallin e juaj, pra bainakum, mes jush, duke bën mënyrë pra batil, në mënyrë të palejuar, përpas të tregtisë në cilën keni pajtueshmëri mes vete, pra jeni dakordsu, kontratë, marrëveshje me shkrim, jo vetëm me fjalë boshe, dhe thot mos e mbytni veten e juaj duke mbyt njëri tjetrin, dhe prap po thot i madhreshmi Allah, unë jam i mëshirshëm për ju, unë jam Rahmani,
inna Allaha kana bikum rahima, pra Allahu për ju është mëshiruesi i madh, sepse mëshira e Allahut e ka tejkalu hidhrimin e tij. Than pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu ka 100 mëshira, një mëshirë ka lënë këtë dunja që i mjafton gjithë botës edhe gjithë njerëzimit, dhe 99 i ka lënë në xhenet. Pra që kjo mëshirë ka mjaftu që edhe qafiri me pas ujë me pi, me amundsu Allahu me arrit edhe sukses të madh në tregti në jetën e tij të përditshme. Pra Allahu s'ja hub mundin as qafirit, por as besimtarit, as një njeriu nuk ja hub mundin kur ai punon me drejtësi. Pra Allahu është i mëshirshëm dhe mëshira e tij ka tejkalu hidhrimin e tij. Sa ajeti 30 me radhë thot Allahu në surën An-Nisa: "Wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi an-nar wa kana dhalika 'ala Allahi yasir." E kush bën këtë që ndaloi Zoti pra qëllimisht dhe te ka lënë kufit, ne do ta hullim atë në një zjarr të fortë. Dhe kjo është lehtë për Allah. Pra kush i te ka lënë kufit, e kush bë vllavrasje, e kush bë vrasje, kush bën shkelje të tilla, thot për Zotin është shumë lehtë ta parandaloj atë. Dhe thot ne do ta hullim zjarr. Në normal zjarr do të hyjë vetëm një njeri që është shumë i prishur, sepse ne dim se kur një njeri bën një vepër të mirë, atij llogaritet në start 10 fish apo 700 fish apo më tepër. Kurse kur bën një vepër të keqe, atij llogaritet vetëm si një vepër e keqe. Pra shikoni pra mëshirën që ka lënë Zoti për krijesat e tij. Dhe sigurisht që Zoti fal shumë dhe pe emrave të tij është Gafur, falës. Mirë po thot për Allahun çdo gjë është e lehtë. Inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur don Allahu për një çështje thot asaj bëhu dhe e bëhet patjetër me lejen e tij. Dhe kjo është yasir, pra është shumë e lehtë për të marrën Allah. Dhulm, fjala dhulm, zalimun, pra zalim, zullumshar. Zoti nuk e don pra popullin njeriu zullumshar, që i bën zullum tjetrit, që i mundon tjetrin. Përveç se mundon vetveten, ai ka kalu çdo kufit, pra ashtu i bën dëm edhe zarar edhe tjetrit. Hajde vetvetes, po tjetrit pse? Kjo është me keqja që zullumi është kur reflekton edhe të tjerët duke sjell dëm të mëdha edhe tek mosha që. Prandaj Zoti është që i don njerëzit, ka dashuri për të gjithë ne, na don ne. Zoti na ka dhënë shpresë dhe oportunitet. Dhe na thot që të afrohemi, të mos bëjmë zhurmë potër nëpër tokën e tij, të mos shkatrojmë, po të jemi pejt mirëve, të respektojmë familjen, nanën, babën, vllahun, motrën, të rrim aty ku jemi, të punojmë, të mbjellim tokën, të vadisim, të ujisim, të lexojmë, të shkollohemi, të zbulojmë zbulimet mira që janë të dobishme për njerëzit, të rregullojmë një rrugë kur e shohim që është prish diçka, të mbjellim diçka, të ndërtojmë një çesme, një xhami, një posta çelim, e shumë sene të mira që me të vërtet kanë shpërblim për të madhit Allah. Pra, pastaj vazhdon ajeti 31 me radhë dhe thot: in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nëse largoni prej mëkateve të mëdha të cilat u janë të ndalueshme, ne ju shlym mëkatet e vogla dhe ju fusim në një vend të ndershëm. Pra, nëse ju largoni prej prostitucionit, largoni prej gjënave të mëdha të gabueshme që dëmtojnë edhe tjetrin, përveç juve që ju dëmtojnë edhe palën e dytë, pra edhe të tretë, të katërt, ndoshta edhe më shumë. Pse? Për arsye se ju kur abuzoni me një femër, e femra është motra e dikujt, ai femër deri nesër do të bëhet, do të thotë nëna dikujt, dhe nuk bën që të lihet në rrugë të madhe. Dhe pra nëse largoni thot prej mëkateve të mëdha, Zoti ka me ju zbrit mëshirë dhe ka me u afal edhe ato
kiksat e vegjël që i bëjmë, pra gabimet e vogla që ne gjithë bëjmë, pra gabimet vogla dhe gabojmë shpeshherë, nxitohemi, sepse njeriu nxitohet. Dhe thot ne u afolim ato të voglat kur ndaleni pi atyre mëdhajave. Pra shikoni se çfarë mëshire të madhe ka lënë Zoti për ne. Dhe çdo njeri është peng i veprave të veta. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do të besoj, kush do le të mohoj, ka lënë Zoti rrugën e lirë njëri. Mirë po, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Pra kush ka bënë punë të mirë që person sa grimca, që ato ka me zjet. Kush ka bënë punë të keqe sa grimca, prap ato thot do ta gjejmë. Mirë po, shikoni prap Zoti po tregon një jetë tjetër kuranore dhe po thot, ato mëkatet e vogla nëse ju i lini këto të mëdhajat, ne inshallah do t'ju falim, sepse Allah është falës i madh. Dhe pra pastaj thot çka do t'ju fusim në një vend të ndershëm. Pra do t'ju nderojmë. Kush është më i ndershmi? Inna akramakum indallahi atqakum. Dhe më i ndershmi për ju është ai më i devotshëm, pra. E kur një njeri është i devotshëm me Zotin Teala, jo me njerëzit, jo thjesht me njerëzit. Me njerëzit duhet të jesh me njerëzit, por s'pari me Allahun, me Krijuesin, se kur ti të jesh me Krijuesin i devotshëm, gjithsesi do të jesh edhe me njerëzit i devotshëm. Dhe pra më i ndershmi për ju, më i ngrituri për ju është ai më i devotshëm dhe do t'ju fusim në një vend të ndershëm, thot Imam Allah. Nëse i lini mëkatet e mëdha. Pastaj vazhdon për ajeti 32 me radh, ku thot I madhreshmi Allah, wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Mos lakmoni në ato që Allahu gradoi disa nga ju mbi disa të tjerë. Burrave ju takon hise nga ajo që fituan ata dhe grave gjithashtu ju takon hise nga ajo që fituan ato. Allahut kërkoni nga të mirat e tij. Allahu është I dijshëm për çdo send. Pra, mos lakmoni se Allah I ka ngrit dikon më shumë, apo disa për joshtat I ka ngrit mbi disa të tjerë. Pse I ka ngrit Allah ata? Allahu ka ngrit ata për arsye se ata janë në rrugë të duhur dhe kanë punuar me dinjitet dhe me ndershmëri dhe Allah I ka ngrit. Pse? Se kanë bën vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Ata të cilët bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Zoti. Ato krijesat që janë dashura tek Zoti, ato qëndrojnë shumë lart. Prandaj, nëse ti don me kanë mesin e këtyre të graduarve, duhet të graduosh tek Zoti s'pari. Pastaj tek njerëzit shumë lehtë mund të graduosh. Por kur ti kesh punë të mirë me Krijuesin, me Zotin Teala, të lartëmadhëshëm, atëherë shumë lehtë edhe njerëz do të kesh. Dhe pra, thot, mos lakmoni pse Allah I ka dhënë atij. Alhamdulillah, kënaqu me ato që ta dha Allahu edhe ty. Pak, por ato që e ke, çmoje se ndoshta ka edhe disa tjerë që se kanë ato që ti ke. Prandaj duhet të shpresh falënderim të madh Zot që me aq sa dha, po Zot nuk më ka dhënë Zoti hiç. Rastakfirullah. Si është ka dhënë Zoti hiç? Zoti t'i dha 2 sy, 2 dur, 2 kam, mendjen ta dha. Kjo është mrekullie e Allahut. Pse s'falenderon? Pse si jepi rob falendërues? Afala bi abdan shakura, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, a nuk duhet të jem unë për rob falendërues? Pra duhet të jesh falendërues. La in shakartum la azidannakum, tadallahu. Do të falenderoni, pra do të shtoni falenderimet, unë do t'ja ushtoj të mirat, pa mas. Dhe pastaj thot, burrave ju takon hise nga ajo që fituan ata dhe grave gjithashtu thot ju takon hise. Jo veç burrat, ose trashëgimtarët me shkujt marrin hisen e tyre dhe dita le mirë çka me të puna. Por edhe gratë, sepse edhe gratë kanë dhënë kontributin e tyre. Për shembull, nëse marrim
shembull luftën e betejën e Bedrit ose betejën e Uhudit ose invadimin Tebuk ose në Hajber e tjerë, për shembull edhe gratë kanë dhënë kontributin e tyre, për shembull i kanë shëruar plagët e mujahidëve, besimtarëve që është kanë luftë atëherë për shembull ndaj mushrikëve, ose kanë dhënë kontributin e tyre moral, kanë dhënë moral burrave të tyre, apo u kanë ndihmuar atyre në një formë apo në një formë tjetër, edhe ato kanë dhënë ndihmësën e tyre të caktuar. Dhe aty nuk takon hisja për shkak se edhe ato kontribuan në një formë apo në një formë tjetër. Dhe Zoti patjetër që i shpërblen besimtarët dhe besimtaret. Atëherë kuptohet hisja si dahet mirasi tek femra. Duhet jepet hisja, për shembull 2 mashkull dhe 1 femër. Ndarja hisës. Sot për shembull në viset tona fatkeqësisht ku ende janë disa tradita të egra, femrës nuk jepet kurrë fare. Kurse mashkulli i gëzon gjitha mundësitë edhe i merr gjithë pasuritë, edhe mbet femra pa asgjë fare, bon vaki, nuk ka zbuk me hongër. Pra kjo është shumë e keqe, sepse edhe për femrën që si e vlad duhet me menu, baba më ia dhon një pjesë të vogël pasurisë, me ndihmu pra, se ka çike, ka vlad, baba e nana pra duhet me mendu edhe për çiken, jo vetëm për djalin. Djali ka hisën pra, por edhe femra duhet të ketë atë gjysmën ata. Pra gjysën e saj, pra kjo është për mirësive të madhe të Zot, dhe Allahu të kërkoni thot nga të mirat e tij. Inna Allaha kana bi kulli shay'in alima. Allahu pra është i njoftuar për çdo send din i madhërishëm i Allah. Është alim, pra, është i gjithdijshëm. Pastaj vazhdon ajeti pra i 33 me radhë dhe thot: "Wa li kulli ja'alna mawliya mimma taraka al-walidani wal-aqrabuna wal-ladhina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum inna Allaha kana 'ala kulli shay'in shahida." Ne kemi caktuar për secilin trashëgimtar pjesën e pasurisë që e lënë prindrit ose të afërmit, e atyre që ju keni premtuar i jepni pjesën e tyre, Allahu është dëshmues për çdo send. Pra darja e pasurisë nga të prindrit, nga të afërmit nuk bën dhe nuk guxohet të bëhet pa drejtësi në këtë rast. Sa është haram nëse bëhet pa drejtësi, sepse Allahu thret në drejtësi, inna Allaha ya'muru bil adl, Allahu urdhnon drejtësi. Dhe në këtë rast merret kadiu, gjyqtari, merret pra prokurori, gjyqtari, ai që din me nda sipas Kuranit dhe Sunetit. Dikur për shembull kur ka qenë këtu, për shembull ose në Shqipëri kur ka qenë Islami si duhet, kur kanë qenë hoxhallar me shkollë, por edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni është thirr imami që ka shumë i aftë, ka pas potencial, ka qenë njëri shumë i thirrur dhe i drejtë, dhe u ka nda hisën në bazë të Kuranit dhe Sunetit. Edhe kanë marrë hisën gjithë cili nuk ka mjet asnjëri pa hise të trashëgimisë pra vasijetit që i ka taku si femrës, si mashkullit, si këtë pra është da përqindja në mënyrë të rregullt dhe halal siç treguohet në Kur'an dhe Sunë. Pra kjo është pra që ta kenë çdo njeri pjesën e vet. E Allahu është dëshmues mbi çdo send. Bon vaki dikush ja bon pa drejt dikujt këtë dunjë. Mirë, po mos kujtoni që Allahu nuk është i njoftuar me këtë. Edhe nuk ka me gjë pa shku në vendin e vet. Mos ketë botën tjetër. Prandaj duhet kemi kujdes me pronën, me mallin e huaj, me gjërat e huaja, sidomos për atë çështje të trashëgimisë është fjala. Se jo dikush të marr shumë pasuri, dikush mos ketë fare. Pra kjo nuk është drejtësi. Andaj tha Umeri radiallahu anhu, drejtësia është themeli i shteti. Një shtet pa drejtësi nuk mundet me jetu gjatë. As një familje pa drejtësi nuk mundet me jetu gjatë. Andaj duhet drejtësi në familje, drejtësi mes fëmijëve, drejtësi mes familjarëve, mes burrit, mes gruas, anasjelltas, dhe Allahu do të zbret mëshirë, magfiret, falje dhe rahmet madh mbi atë familje, mbi atë fes, mbi atë shoqëri, mbi atë shtet, mbi atë vend. Do të zbret mëshirë e madhe kur njerëzit punojnë me Kur'an ashtu siç duhet dhe e aplikojnë atë
dhe punojnë dhe veprojnë Kur'anin në jetën e tyre të përditshme. Në baftë Allahu për tyre, insha Allah, dhe na falt neve dhe gjitha ata të cilët punojnë në këtë rrugë të drejtë islame dhe i mbështeten Allahut fuqiplot, i binden atij me një bindje të sinqertë dhe drejtë, sepse me të vërtetë ne nuk kemi ardhur në këtë botë për tjetër veçse ta adhurojmë të madhin Zot, ta njohim Allahun. Sigurisht kjo botë, kjo dunja duhet jetë në durët tona të punojmë, mirë po jo në shpirtat tanë na mashtroj kjo botë, pra, por duhet punojmë për ahiret, ta fitojmë shpërblimin nga ona Allahut, të punojmë në këtë dunja. Pra, me kaq përfundojmë sonte këtë ligjërat duke lutur Allah subhanahu wa taala që të na falë neve, familjet tona, njerëzit tanë, dhe të na bëjë për robët sinqertë dhe drejt. Pra me ju, unë vllaju imam i Magjistër Arber Berisha, na vizitonim në web faqen tonë www.arberberisha.com, po ashtu në Multi Muslims channel në YouTube, po ashtu Arber Berisha YouTube, dhe komentim nga Kurani familjar në YouTube Imam Arber Berisha, po ashtu na bëni like, po ashtu subscribe, na bëni në kanalin ton, na gjeni kudo në rrjetet sociale, Twitter, Facebook, Google Plus me Imam Arber Berisha. Pra, edhe një herë, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet e juaja, mbi gjithë ju dhe mbi shpirtat e juaj dhe mbi gjithë neve. Kërkoj falje Zotit për çdo gabim të mundshëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Këto ligjërata mund t'i shkarkoni nga interneti, t'i bëni CD-a, po ashtu t'i fusni, t'i konvertoni, t'i bëni MP3 apo video dhe t'i fusni edhe në USB të juaja, në fleshat e juaj, në CD-at e juaj, t'i dëgjoni në makinat e juaja, t'i dëgjoni t'i shpërndani në për Facebook-et e juaja këto video mundi, po ashtu në Google Plus-at, në Twitter të juaj, shpërndani sa më shumë, dëgjoni sa më shumë, sepse Allahu i don ata të cilët lexojnë, dëgjojnë, kuptojnë dhe praktikojnë Kur'anin dhe Sunetin dhe jetën e Muhamedit alayhis salatu wassalam kanë si shembull dhe mostër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.